Selam aleikum vllai dashur. Po unë që fal 3 me 4 vakte. Nuk jam 100% praktikant. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Elusallahun e lartësuar që të forcoj. Masha Allah, elhamdulillah që ta ka mundësu i madhi Zot me fal 3-4 vakte. Është mirësi e madhe. Pasha Zotin është mirësi e madhe. Elhamdulillah që ta ka mundësu i madhi Zot me von balin sejdë. Normal, synimi duhet tjetë 5 vakte, se 5 janë obligim. Po ai që fal 3-4 vakte, është më mirë se ai që nuk fal fare. Elusë Allahun e lartësuar që të ta mundësoj t'i falësh të 5 vaktet. Allahu të rujt, Allahu të forcoft, nuk ka më mirë se sa namazi. Dhe ja, alhamdulillah, ty Zoti i gjithësisë ta ka mundësu me i fal 3-4 vakte. Pra, i bin në sejdë Allahut të lartësuar 3-4 herë në ditë. Namazi është lidhje me Krijuesin e gjithësisë. Unë të këshilloj që të mundohesh ta falësh edhe namazin e 5. Sepse namazi është shtylla e Islamit. Dhe ti patjetër, pra si shumë musliman të tjerë, e doni këtë mirësi. Edhe unë bashkë me ju, e dua këtë mirësi. Mirësi në faljes së namazit. Kush i fal 5 vaktet i premtohet xheneti. Gjithsesi është një hap i mirë për atë person i cili nuk ka fal fare, pra dhe fal 3-4 vakte. Normal, qëllimi duhet jetë me i fal 5 vakte. Sepse 5 janë obligim. Allahu të rujt, Allahu të forcoft, Allahu ta mundësoft me i fal të 5 vaktet. Zoti të rujt.